Ndalim pushimi. Tabela tregon vendet në të cilat është i ndaluar pushimi i të gjitha mjeteve. Tabela nuk është në vendet ku sipas rregullit të përgjithshëm është në fuqi ndalimi. Me pushim kuptohet braktisja e mjetit e zgjatur në kohë. Është i lejuar qëndrimi në mungesë të shkrimeve plotësuese gjatë rrugëve jashtëqytetëse. Sinjali tregon se ndalimi është i përhershëm gjatë 24 orëve, natë e ditë. Në rrugët qytetëse tregon se ndalimi është në fuqi nga ora 8 deri në orën 20. Lejon qëndrimin dhe nëse nuk është i përsëritur, nuk është më në fuqi pas kryqëzimit të parë. Panelet plotësuese me shifra ose shkrime të shkurtëra mund të kufizojnë rëndësinë e ndalimit. Shembuj: fillim, fund, shtrirja, vazhdim, orët e fuqisë çdo ditë, nga 0 deri 24, do me thënë i përhershëm. Ditë festash, ditët e punës. Zonë largimi me detyrim. Paneli plotësues zonë largimi me detyrim ka të njëjtën vlerë për oraret ashtu si sinjali i ndalimit. Shkelësit e sinjalit mund të mos e gjejnë më mjetin e tyre, i cili ka mundësi të jetë lëvizur dhe transferuar në bashki. Përjashtim, një panel plotësues si këtij lloji e bën ndalimin të vlefshëm vetëm për kategoritë e paraqitura.